Këshilla të vyera nga Imam Sayyid Ali Khamenei rreth muajit të Ramazanit. Paqja qoftë mbi ty, o muaj më i madh i Zotit, o fest e miqve të Tij. Paqja qoftë mbi ty, o kohë më fisnike e shoqërimit. Paqja qoftë mbi ty, o muaj në të cilin pritshmëritë afrohen. Kjo do të thotë se jemi afruar me dëshirat dhe pritshmëritë tona reale dhe njerëzore përmes përpjekjeve tona. Imam Sajjad a.s. i jepte lamtomirën këtij muaji të shenjtë, duke përmendur natën e Kadrit, lutjet, adhurimin, Kuranin famëlart dhe kërkimin e faljes në këtë muaj, me përkushtim dhe entuziazëm. Ai drejtohej Zotit me këtë lutje: O Zoti im, ruaje për ne atë që kemi fituar në këtë muaj, dhe për atë që kemi humbur, na trajto me butësinë tënde. Na mbulo mungesën dhe mangësitë tona dhe na kompenso për atë që kemi humbur.